Tani do t'u njof me dokumenta të reja. Avokati i Irena Gjokës, Altin Troplini, që mban me çdo kusht këte delinkuente, këte kriminele në drejtësi. Imagjinoni dosjen e ish presidentit Republikës, e ish kryeministrit, e ish kryetarit të parlamentit, e gjykon një delinkuente, një falsifikatore, një mashtruese që mbahet në detyrë nga i ngjashmi me të nga si vllau i saj, Altin Troplini. Kam sjell këtu dokumenta që dëshmojnë se ç'përfaqëson Irena me 5 mbiemra dhe Troplini që për ta mbrojtur i ka hapur dosje penale pa emër. Ky llum ligjor, llum njerëzor, shkelmon mbi ligje, mbi fakte, mbi prova. Vetëm e vetëm për qëllimet e tij politike, për të zgjatur jetën e Edi Ramës pushtet dhe pushtetin e tij. Tani unë kam sjell këtu do më fani një minutë se janë dokumenta të rëndësishme. Kam sjell këtu certifikatën e datës 24 i 12-2002, me të cilën policia greke vërteton se e ka përzan Irena Gjokën nga territori i shtetit grek si falsifikatore vizash. Pra, Irena Gjoka është futur në Greqi duke falsifikuar vizën. Këtu e keni greqisht dhe shqip. Kush po e jap, Todiana, merret i një se... Po, jo, nuk kam, jo, një keq. Kush e do një tjetër, apo keni frikë ju tjetër, më nërbi. Mirë, në rregull, mirë, thash të mos u gu. Nuk pas të mjaftueshëm. Ja, 3 kam. Ja, u do një për ju është. Mirë. Ja, pas kam më shumë prit. Mbrapa kësaj, prisni, keni 2 gjëra të rëndësishme. Mbrapa kësaj keni përkthimin në Shqip. Kjo është gjykatësia që gjykon dosjen e ish presidentit, ish kryeministrit dhe ish kryetarit të parlamentit. Këta janë llumi fyet, po të përdorish fjalën llum. Ka të tillë në botë, mund të ndodhë ku më thoni ju mua. Sepse vetëm kjo vetëm kjo delinkuente zbaton urdhra politik. Kanë këta një standard. Ja, ky është standardi i Troplinit. Tani